shumë nga shpenzimet që të Bashkuara të Amerikës bëjnë sot në botë për mbajtjen e bazave të tyre ushtarake apo për shpenzime të tjera, do të vinë duke u reduktuar dhe duke u kthyer mbrapsht në hemisferin perëndimor. Dhe pika e parë e këtij dokumenti do të rikthehemi doktrinës Monroe Plus. Doktrina Monroe Plus është ajo që ka qenë, po plus këto që i shton presidenca e zotit Trump përqendrimit të burimeve dhe politikës jashtme dhe të vëmendjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës në hemisferin perëndimor. Pra, ka pasur aq shumë zhvillime, por vëmendja e opinionit publik ka qenë sa në Gaza, sa në Ukrainë, po ndërkohë që në Venezuelë ka një prezencë të shtuar të luftanijeve ruse. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë filluar të ndjejnë që si pasojë e shumë zhvillimeve të fundit, ka filluar të cënohet ajo që për ata ka qenë e shenjtë, mos afrimi i fuqive armike kundërshtare në hemisferin e tyre të perëndimit. Dhe kjo ka ndodhur me Venezuelën. Kështu që prandaj dhe atyre ju duhet të rikthehen doktrinës Monroe duke bërë doktrinë Monroe Plus këto po të kuptimin e zotit Trump për botën e të ardhme. Bota e ardhme, sipas tyre, do të jetë e shteteve nacionale. Tërheq vëmendjen gjithashtu me që jemi këtu ke ky dokumenti, tërheq vëmendjen fakti që nënvizohet roli që kanë në Europë vendet e Europës qendrore dhe lindore dhe vendet e Europës jugore, ku me dashje pa dashje, sa do të vegjël dhe pa në një rëndësi të madhe përfshihemi edhe neve. Pra, si thua, kjo pjesë e Europës në përpjekjet e administratës amerikane për të ndryshuar trajektoren e drejtanishme të sigurisë së Europës, me sa duket diplomacia amerikane do të kushtoj një vëmendje edhe rajonit tonë.